I shoqëruar nga drejtori OSHE-s dhe drejtori i Policisë së Tiranës, ministri i Brendshëm Sajmir Tahiri ka asistuar në një prej rasteve ku është konstatuar vjedhje e energjisë elektrike në një biznes në zonën pranë shkollës Petronini në kryeqytet. E vjedh energjinë elektrike për përfitim. Këtu policia e shtetit ka arrestuar përgjegjësin dhe njëkohësisht punonjësin e operatorit shpërndarjes që duhet të identifikonte, por që nuk e ka bërë, madje ka bashkëpunuar për vjedhjen e energjisë elektrike. Kjo është mënyra jonë për të garantuar që të gjithë qytetarët janë të barabartë para ligjit. Ministri i Brendshëm shprehu vendosmërinë për të luftuar vjedhjen në çdo cep të Shqipërisë pa kompromis. Këtë merakun që kishit ju tani a ka vënë në burgje nuk e kisha ndeshur ndonjëherë dhe kosto e vjedhjes masive dhe kolektive të energjisë elektrike sipas për llogaritjeve shkon 150 milionë euro në vit. Tahiri shtoi se policia i ka të gjithë kapacitetet për të qenë e suksesshme në këtë operacion.